E di që Arthia nuk parashikohet asnjëherë, do ishte skandal, parashikoni. Edi Rama ka bërë një libër në momentin e vetë më të keq. Aty ai ka arrestuar njerëzit që mendon se do t'i bëj kurban kur t'jetë në gjendje ta bëj të punë. Tani Arja. Çelësi në këtë histori është që Rama ka kompleksin e kontit Monte Cristos, mund ta quajmë kështu. Do me thënë, ai te libri kurban, siç e dini Liri, e akuzon Patosnanon që dishte modelin e kontit Monte Cristos. Do me thënë, kur ishte në burg, ndronte ata tradhtarët si do t'i dënonte. Në fakt Nano e u tregua tolerancë, siç e di dhe Iliri, dhe nuk mund t'i thuash Nanos konti Monte Cristos. Pra, Edi Rama ka zakonin që akuzon tjetrin për atë gjë që e vuan vetë. Do me thënë, ai ky tani Por një burgjë pyetjes ka se e vuan shumë, fiton Rama. E vuan shumë, fiton Rama se është me mbështetjen e ndërkombëtarëve. Krokodili. Kjo është teza jote. Po. Ilir kush fiton Rama apo Meta? Për mua, po ta them qartë, Ilir Meta do vazhdoj të jetoj. Edhe po të jetë në opozit, edhe po mos jetë në opozit, megjithëse unë po të them do të jetë kryeministri i Arshëm. Ndërsa Edi Rama, ti thua që Meta do jetë kryeministri i Arshëm në 2017. ndërsa Edi Rama nëse shkatron shtëpinë e vet sot, Edi Rama do të ketë fillimin e fundit vet dhe do jenë këta trinj që njëfti Po në qoftë se ndodh kjo i thot Kaçi që këta me kushtetutën me dëshmën konstitucionale dyshon nuk e bëjnë dot sepse Edi Rama është një projekt i madh, nuk është një projekt shqiptar. Sali Berisha, Patosnano, Ilir Meta kanë qenë projekte shqiptare. Edi Rama është një projekt i madh, i Sorosit. I madh, do me thënë. Do me thënë që e kanë ndërtuar ata me atë filmin për rilindjen që u bë atëre gjitha këto. Dhe, po të lexosh librin e tij, Sorosianit, Freda Abraham, si që është botuar tani Shqipëria moderne, që këtu botuar me titullin Shqipëria e re, ai libër mund të lexohet edhe si një libër i zhvillimeve në Shqipëri këto 25 vjet, po edhe si një libër pse në këtë vend do ngrihet Edi Rama, do me thënë, kulti i tij si thuash. Rama do ta mund metrën. Reforma do bëhet, por me Sorosin reforma do bëhet, Meta do arrestohet, Berisha do arrestohet, sistemi zgjedhor do ndryshohet, por drejtësi nuk do kemi. Ka tre protagonistë, hipopotami, krokodili dhe tigri. Atëre, Kush është hipopotami?